Pustec, liçeni Prespës, jemi nisur për te kishat eremite. Këtu është Maligradi me kishën e Maligradit, kishat eremite janë tutje dhe te kufiri Tresh, Shqipëri, Maqedoni, Greqi. E kapi qeshura një ambasador të huj kur i thash që kemi dhe ne tres frontieras, si quhet, Maqedoni, Greqi, Shqipëri. Olsi, sa larg jemi nga kishat eremite? Në fakti që ti biem tër bregu të liçenit do 1 orë me skaf. Një orë me skaf, gjithë bregu i liçenit. Gjithë bregu të liçenit, me këtë skaf, po me varkat e tjera të shko 3-4 orë domethënë. Po varkat e vogla. Tani, kishat eremite i kemi në këtë drejtim? Kishat eremite një kemi në kufi me Greqin, një kemi në kufi që ndajemi me Maqedoni dhe një është në pjesën e Golomboqit në pjesën tonë. Po gjitha të tre këto kisha, dhe kisha e Maligradit, janë të tre në pjesën tonë shqiptare. Të tre janë në pjesën shqiptare. Pra i kemi ne? I kemi ne. Janë të vështira? Janë pak nuk janë shumë të vështira për të aksesuar, për të hyrë në ne tek njëra do hym, tre tjera do i filmojmë, do të shikojmë nga poshtë. Sepse për shkak të rënjës së nivelit të liçenit është shumë vështirë për të ankoruar infrastrukturë. Ec tani një çik më shpejt, unë po flas ndërkohë, shihë sa e bukur është pjesa e Maligradit. Ecim. Mund ndalojmë një moment Maligrad sa për ta parë? Ndaloj. Andej është Maligradi. Kjo është gjithë via e liçenit, është aksesueshme me rrugë gjitha? Vetëm me kam. Vetëm kam? Vetëm me kam. Nuk ka rrugë makine? Nuk ka rrugë makine, për shkak sepse në disa zona të parkut nuk lejohet ndërhyrja. Është park kombëtar, nuk është shumë i njohur për momentin, po vendi është spektakolar. Pas ka erë, Ka, sot është. Na qëlloj ditë me erë, po prap vetëm mos ketë shi. Nuk kemi shi. Jemi kthyer 2 herë në këtë pjesë që sa i bukur është këmbi. Pse i thon ishulli i gjarprive? Në fakt, 2 ishujt, do shikojmë edhe ishullin tjetër, i cili përket pjesës maqedonase, se është ky quhet Golomgradi Maligradi, që është në liçen. Të dy janë ishulli i gjarprinit, për shkak se shumë gjarprinj ujë rinë në përshkëmbim. Po nuk janë helmus. Nuk janë helmuse, nuk janë të rrezikshëm. Mos keni frikë nga gjarprit kur vini se nuk të helmojnë. Ktu është një nga kishat më të rralla, kisha e Shënmëris quhet. Shënmëris, i cili përket shekullit 14. Një kishë e jashtëzakonshme brenda në Shkëm. Nuk e di, shumë për ju që kujtojnë një film ku luan ndryqim xhepa. Faktikisht janë realizuar 2 filma, një kohë e largët edhe një tjetër është liçeni im që Gjergj Giovanni e realizoi së fundmi. Të dyja? Të dy këtu janë ndojtur në ishull. Edhe është shumë e bukur maja e Shkëmbit, po është shumë e vështirë për të ngjitur. Është shumë e vështirë për të aksesuar dhe faktikisht edhe ishulli nuk është i lejuar për të vizituar, për shkak se është nuk lejohet vizitohet. Liçeni i Prespës, jam eksaktësisht përballë kufirit Tresh, Maqedoni, Shqipëri dhe Greqi. Ballë për ballë është Greqia, ishulli i Golomgradit i takon Maqedonisë, këtu jemi në territor shqiptar, 500 metra më tutje ku shihni Shkëmbin atje. Fillon toka maqedonase dhe përballë është kisha eremite, një nga 3 kishat eremite, më e lehta për të aksesuar, po edhe shumë e bukur. Në fakt, shpeshherë kam pyetur veten kur i kam parë ndërtime të tilla, por në Shqipëri nuk kisha hasur kur një tillë. Shiheni çfarë mrekullie është. Ka 3 kate për të hyrë, pra kati i parë, i dytë, i tretë, dhe në pjesën e sipërme të katit të tretë, nëse e shihni atje, është edhe një afresk, cilin nuk nga jashtë nuk e di, shiheni se sa e lartë është, rreth 120 metra më tregon të altimetri, por nuk e di në raport me nivelin e liçenit. Do mundohem të ngjitem për t'ju treguar është e shekullit të 14, do mundohem të ngjitem deri sipër. Është pjesë e 3 kishave eremite që i takojnë Shqipërisë, ka vendosur edhe një vend vogël, vinë vizitor për ta parë, nuk është kaq i thjeshtë të arrish deri këtu. Këtu jemi duke u ngjitur në pjesën e sipërme.
Shifeni tani. Shive si është e gjitha. Është një gjë impresionuese. E gjitha e ngjitur në shkëmb. Këto janë shkallë, tu nuk e di se këto janë shkallë vendosura më vonë, se si është bërë ngjitja deri në kish, me siguri me shkallë druri si këtu. Kjo është pjesa e kishës, ka freskun. Kisha, ndryshe nga kisha Maligratit, nuk ka asnjë përpunim, asnjë restaurim. Kjo është kisha. Kisha në pjesën e brendshme. Ky është ikonostasi origjinal i shekullit 14. Pra ky dru që po shihni këtu është 700 vjeçar. Është 700 vjeçar. Të gjitha freskët e kishës që shihni janë origjinale. Me sa shoh diku ka pas ndezur dhe zjarr, dikush ka qenë ushtar këtu se thot Gjergj Mile, 1986, Niko Kristo. Shihni se çfarë pjesë të bukur ka të muraleve, ndërkohë është shkruar, po vazhdojmë pjesën sipërme. Jemi në katën e parë, kemi 3 kate për të ngjitur në një nga vendet më të rralla që ka Shqipëria. Tu po ngjitem katin e dytë. Dhe kjo është pjesa që të çon në katin e dytë. Duhet të ngjitem me shkallët deri sipër për të parë. Ndërsa hyn brenda, duhet të përdoret kamera për të parë se si ngjitesh në atë balkonin aty, ndërsa në katin e sipërm fare, që është atje lart, që thash është lartësia dhe 120 metra, duhet të hysh nga brenda. Ndërkohë pamja këtu, pas kam frikë këto, se do bie, nuk është vend shumë i kujdes, po quaj safe. Ballë për ballë është Golemgrad, ishulli i Maqedonisë, këtej është Maligradi, ishulli i Shqipërisë. Ne jemi në, ose të dy quhen ishujt e gjarprive, ne jemi në zonën shqiptare, në tokën shqiptare. Ballë për ballë janë fshatrat Maqedonas, ndërsa këtu janë fshatrat grek. Eksaktësisht aty është nënshkruar marrëveshja e Prespës mes Maqedonisë dhe Greqisë për t'i vënë emrin Maqedonia e Veriut. Është nënshkruar në atë fshatin grek andej dhe kanë ardhur, kanë ngrënë drek në fshatin Maqedonas tej. Siç thon, masat e sigurisë atë ditë kanë qenë të jashtëzakonshme, pra kanë qenë shumë të mëdha. Janë 3 kisha të tilla eremite. Njëra është ballë për ballë në anën tjetër, po në tokë shqiptare, pa hyrë në tokën greke. Kjo është e dyta, e treta është pak më tutje në këtë drejtim, dhe pastaj është kisha e Shënmërisë Maligradit. Unë po ngjitem, sa rrezik që nga këtu. Po ngjitem edhe një herë në pjesën e brendshme për të parë se ç'bëhet. Është edhe shi si u bëm nga këmbët. Është gjithë dhe. Shisa që nga dera, më nxë, po as më nxë. Dera do ta mas ta shoh sa është gjithë mundësia për të futur aty brenda. Më nxë, si thoni. Shive sa është. Tani do hy edhe të shohim pjesën e brendshme. Është shumë e bukur dhe pjesa e brendshme e kishës. Të hy mos hy. Të hy. Më në fund, hyra është pjesa e sipërme e kishës eremite. Është në maj të liçenit të Prespës, në pjesën shqiptare. Pastaj do shkoj te balkoni, t'ju tregoj më mirë. Këto janë mure mbajtëse. Unë nuk e di si kanë arritur ata njerëz të ngjiten në këtë lartësi. Duhet të jetë të paktën 120 metra mbi nivelin e detit. Tu është pjesa e dytë e hyrjes. Është pjesa e dytë e kishës. Shifeni. Dhe me një shkallë tjetër, që më sugjeruan mos ta provoj, mund të ngjitesh sipër për të parë një pamje
spektakël më vete kjo. Do shta ma jep kamera. Pra këtu është e gjithë pjesa e kishës sipërme, mund ma japësh kamerën për ta parë. Këtu jam duke unë ngjitur, shiheni se çfarë pamje ka. Kjo është pjesa e gjithë e kishës. Op. Shife. Kjo është pjesa e fundit, kati treti kishës, me një pamje mbi liqen. Ja pamje mbi liqen. Edhe e gjithë kisha. Kjo është kisha eremite e fundit, nëse mund ta quajmë kështu. Ja dhe pamja e liqenit me Greqinë përballë, nga territori shqiptar. Pjesa e sipërme të zbres tani, të shoh pak si dal në balkonin e vogël. Shif çfarë pamje ka. Të zbres tani pra poshtë, duhet zbres gjithë të shkallët këtu. Kjo ishte pra zbritja nga kisha eremite. Thash dhe njerë përballë kam liqenin. Shiheni tani se si është kisha, sepse duke parë nga jashtë mund të keni një ide më të mirë. Shife. Kjo ishte ngjitja parë, kati i parë kisha, veranda e parë, ngjitja e dytë, këtu tek ajo dritare e vogël, hym prap për të dalë në maj fare, në pjesën sipër, ku siç e shihni, është edhe pjesa e një muraleje të Krishtit. Thuhet që këto kisha u ndërtuan në momentet e para të mbritjes së Osmanëve dhe popullata erdhi këtu për të ruajtur, por në fakt nuk më rezulton, sepse kisha e Maligradit është ngritur në 1349, kur Osmanët kanë mbritur për herë të parë në Trojet, të ftuar nga Topijajt në betejën e Savrës, mos gaboj, rreth 1880 ca, para betejës famshme të Prishtinës, pra betejës së Fushë Kosovës, që ishte dhe beteja e parë që Osmanët i sfiduan Ballkanës dhe u vendosën. Gjithsesi kjo është një eksperiencë e rrallë, kushdo që mund ta vizitoj, duhet ta vizitoj. Shihni çfarë pamje ka i gjithë liqeni. Shifeni. Dhe pas pjesa e sipërme e kishës, shifni ngjitet si është mali. Këte jemi në Shqipëri, përballë jemi në Greqi dhe këtu jemi në Maqedoni. Po të shkoj deri aty në cep, pra përtej atij shkëmbit aty është Maqedonia. Është një udhtim që do ta bëni me varg, por shumë i bukur. Kështu që nëse jepet mundësia të vini në Parkun Kombëtar të Prespës, të paktën kishën vizitoheni se është mahnitse nga Prespa.